10 vjet e parë, djali i Seush duk për lën asnjë gjurmë. Për 10 vite, ajo jetoi me një dhimbje që nuk u shua kur. Çdo trokitje në derë bënte të shpresonte se ndoshta djali i saj ishte kthyer. Por një mbrëmje, pas 20 vitesh, dikush trokiti në derën e saj. Kur e hapi, përballë saj qëndronte një burrë elegant, me makina luksoze dhe një pasuri maramendse. Ai e pa drejt në sy dhe i tha vetëm disa fjalë. Nën më në fund të gjeta. Gruaja mbeti e ngrirë. Ajo nuk e njihte atë milioner. Por syt, zëri dhe një shenjë vogël në dorën e tij i kujtuan diçka që e kishte parë për herë të fundit 20 vite më parë. Ai ishte djali i saj i humbur. Por pyetja ishte, ku kishte qenë ai gjithë këto vite dhe si ishte bërë milioner? Era e ftohtë e mbrëmjes përplasej mbi dritaret e një shtëpie të vjetër në fund të një rruge të qetë. Ishte një nga ato mbrëmje kur qyteti dukej sikur kishte harruar të merrte frymë. Dritat e rrugës ndizeshin njëra pas tjetrës, ndërsa njerëzit nxitonin drejt shtëpive të tyre. Në atë shtëpi të vogël jetonte Elena. Ajo ishte një grua rreth të 60-tave, me flokë të thinjur dhe një fytyrë ku vitet kishin lënë gjurmë të thella. Por ajo që binte më shumë në sy nuk ishin rrudhat, ishin syt. Sytë e saj kishin një trishtim që nuk ishte larguar kur. Në dhomën e ndenjes, mbi një komodinë të vjetër, qëndronte një fotografi e vogël. Një djalë rreth 10 vjeç. Flokë të errët, sy të mëdhenj dhe një buzëqeshje e pafajshme. Elena e shikonte atë fotografi çdo mbrëmje. Emri i tij ishte Adrian, djali i saj, djali që kishte humbur 20 vite më parë. Për shumë njerëz, 20 vite ishin një jetë e tërë. Për Elenën, ishin vetëm një seri ditësh të gjata që kishin filluar me një tragjedi. Atëherë Adriani ishte vetëm 10 vjeç. Ishte një fëmijë i zgjuar, i dashur dhe shumë kureshtar. Kishte një zakon të çuditshëm. Sa herë që Elena përgatiste darkën, ai vinte në kuzhinë dhe e pyeste nëse kishte nevojë për ndihmë. Mos u fut në kuzhinë, Adrian, i thoshte ajo duke qeshur. Do ta bësh rëmuj. Por dua të ndihmoj. Ti më ndihmon duke bërë detyrat. Djali buzëqeshte. Pastaj e përqafonte nga pas. Kur të rritem, mami, do të blej një shtëpi të madhe. Elena qeshte. Pse? Sepse kjo shtëpi është shumë e vogël. Unë jam e lumtur këtu, po unë dua të kem shumë para. Dhe çfarë do të bësh me parat? Adriani mendonte disa sekonda. Do të blej gjithçka që ti dëshiron. Ajo e përqafonte fort. Nuk e dinte se ato fjalë do të bëheshin kujtimi më i shtrenjtë i jetës së saj. Ditën kur ai u zhduk, gjithçka ndryshoi. Ishte një pasdite e zakonshme. Elena kishte shkuar në treg dhe i kishte thënë Adrianit të qëndronte në shtëpi. Mos dil jashtë, i kishte thënë. Po, mami, do të kthehem shpejt. Ma sill çokoladën që më pëlqen. Patjetër. Ajo buzëqeshi dhe doli. Nuk kaluan më shumë se 40 minuta. Kur u kthye, dera ishte gjysmë e hapur. Elena mendoi se ndoshta Adriani kishte dalë në obor. Adrian. Asnjë përgjigje. Ajo hyri brenda. Adrian, ku je? Dhoma ishte bosh. Në tavolinë qëndronte një gotë me ujë. Televizori ishte ndezur, por djali nuk ishte askund. Elena kontrolloi dhomën e gjumit, pastaj kuzhinën, pastaj oborrin. Asgjë. Në fillim nuk u friksua. Mendoi se ndoshta kishte shkuar te shoku i tij, por kur kaluan 30 minuta dhe ai nuk u kthye, zemra filloi të rrite fort. Ajo vrapoi te shtëpia e shokut të tij. Adriani ka ardhur këtu. Jo. Je i sigurt? Po, zonjë. Elena u kthye në shtëpi. Pastaj filloi ta kërkonte në përlagje. Pyeti fqinjët, pyeti fëmijët, pyeti shitësin e dyqanit. Askush nuk kishte parë asgjë. Atë natë Elena nuk fjeti. Të nesërmen kërkimi u bë më i madh. Policia u përfshi. Fotografitë e Adrianit u shpërndan. Postera u vendosën në rrugë. Familjarët e kërkuan në spitale. Ditët kaluan. Pastaj javët. Por Adriani nuk u gjet. Elena refuzonte të besonte se ai kishte vdekur. Djali im është gjallë, përsëriste. Të gjithë përpiqeshin ta bindnin të pranonte realitetin. Por ajo nuk dorëzohej. Çdo telefonat e panjohur e bënte të vraponte drejt telefonit. Çdo trokitje në derë i ndalonte frymën. Çdo djalë me flokë të errët që shihte në rrugë i dukej si Adriani. Vitet kaluan. Elena u plak, por nuk e hoqi kur fotografin nga komodina, as dhomën e Adrianit. Ajo mbeti pothuajse e pandryshuar.
Lodrat e tij ishin ende aty. Librat ishin vendosur në të njëjtin raft. Edhe një bluzë e vogël që ai kishte veshur në ditët e fundit qëndronte e palosur në një sirtar. Njerëzit i thoshin, duhet ta lësh pas. Por Elena gjithmonë përgjigjej, si mund ta lë pas djalin tim? Dhe kështu kaluan 20 vite. Në mbrëmjen e asaj dite, Elena ishte ulur pranë dritares. Në duar mbante fotografinë e Adrianit. Ajo po fliste me të, siç bënte shpesh kur ishte vetëm. Ku je, biri im? Një lot i rëshiti në faqe. Kam pritur shumë gjatë. Ajo e vendosi fotografinë mbi tavolinë. Pastaj dëgjoi një zhurmë. Një makinë daloi përpara shtëpisë. Elena nuk i kushtoi rëndësi. Në atë lagje kalonin shpesh makina. Por pas disa sekondash dëgjoi një tjetër zhurmë. Dera e makinës u mbyll. Pastaj hapa. Hapat po afroheshin drejt shtëpisë. Elena u ngrit. Trokitën. 3 herë. Top, top, top. Ajo qëndroi e pa lëvizur. Nuk priste askënd. U afrua ngadalë te dera. Po vi. Ajo e hapi. Përpara saj ishte një burr rreth të 30-tave. I veshur me një kostum të zi të përsosur. Në kyç kishte një orë që duke jashtëzakonisht e shtrenjtë. Pas tij qëndronte një shofer. Dhe pak më larg një makinë luksoze e zezë. Elena u hutua. Po. Burri nuk foli menjëherë. Ai vetëm e shikoi. Sytë e tij u mbushën me lot. Elena nuk e kuptoi. Ju kërkoni dik. Burri mori frymë thellë. Pastaj tha. Zonjë Elena. Ajo u ngrir. Po. Unë kam ardhur për ju. Për mua. Po. Elena e pa me dyshim. Si e dini emrin tim? Burri bëri një hap përpara. Sepse ju kam kërkuar për shumë vite. Elena ndjeu një të ftohtë në shpinë. Kush jeni? Burri nuk përgjigjej. Ai shikonte shtëpinë. Pastaj syti shkuan te fotografia që Elena kishte lënë mbi tavolinë. Ai u zbe. Është ende aty. Elena e pa. Çfarë thatë? Burri hyri një hap në verandë. Fotografia. Si e njeh atë? Burri mbylli sytë për disa sekonda. Pastaj tha. Sepse ai jam unë. Elena nuk lëvizi. Mendja e saj refuzonte ta pranonte. Çfarë? Unë jam Adriani. Fotografia i ra nga duart. Elena e pa burrin përballë saj. Pastaj fotografinë. Pastaj përsëri burrin. Jo. Po, nën. Jo. Zëri i saj u drodh. Ti nuk mund të jesh. Burri kishte lot në sy. Kam ardhur të gjej. Elena u mbështet te dera. Këmbët nuk e mbanin. Adrian. Po. Ajo e shikoi gjatë. Pastaj vuri re diçka. Një shenjë të vogël në dorën e tij. Një shenjë që Adriani e kishte marrë kur ishte fëmijë. Kur ishte 7 vjeç, ishte rrëzuar duke luajtur dhe kishte prerë dorën. Elena e mbante mend atë shenjë. Ajo ju afrua. I kapi dorën. Lotët filluan t'i rridhnin. Ti. Nuk mundi ta përfundonte fjalinë. Adriani u ul në gjunjë përpara saj. Më fal, nën. Elena shpërtheu në lot. E përqafoi. Për një moment nuk ekzistonte as koha, as dhimbja, as vitet. Vetëm një nën dhe djali i saj. Por pas përqafimit të parë, erdhi pyetja që Elena e kishte mbajtur në zemër për 20 vite. Ku ke qenë? Adriani heshti. Pse nuk u ktheve? Ai uli kokën. Nuk kam mundur. Çfarë do të thot kjo? Historia ime nuk është ajo që mendon. Elena e pa në sy. Çfarë të ndodhi? Adriani mori frymë thellë. Ditën që u zhduka nuk i ka vet. Elena u ngrir. Çfarë? Dikush më mori. Ajo u zbe. Dikush të mori. Po. Kush? Adriani heshti. Pastaj shikoi pas vetes drejt makinës luksoze. Dhe njeriu që më mori ishte arsyeja pse sot jam milioner. Elena nuk po kuptonte. Çfarë po thua? Adriani hyri brenda. U ul në karrigen ku kishte qëndruar si fëmijë. Shikoi muret, fotot, dhomën, gjithçka i dukej e vogël, por e njohur. Ka menduar për këtë shtëpi çdo ditë, tha ai. Por pse nuk u ktheve? Adriani heshti gjatë. Pastaj nxori nga xhepi një fotografi të vjetër. Ja dha Elenës. Ajo e mori. Në fotografi ishte një burr i panjohur, por Elena e njohu menjëherë. Ishte një burr që e kishte parë shumë vite më parë. Një njeri që kishte ardhur në lagje pak para zhdukjes së Adrianit.
Elena u ngrit në këmbë. Ky. Adriani e pa. E njeh. Ajo nuk foli. E ke parë më parë. Elena po dridhej. Po. Ku? Ajo u kthye drejt dritares. Dhe për herë të parë pas 20 vitesh, kujtoi një detaj që e kishte harruar. Një makinë, një targ, një burr, dhe një bisedë që kishte dëgjuar rastësisht vetëm disa ditë para se Adriani të zhdukej. Elena u kthye nga djali. Adrian. Po. Unë mendoj se e di kush të mori. Adriani u ngrit menjëherë. Çfarë? Elena e shikoi drejt në sy. Por nëse ai është ende gjallë, ajo ndaloi. Atëherë kthimi yt nuk është rastësi. Adriani heshti, sepse pikërisht për këtë kishte ardhur. Ai nuk ishte kthyer vetëm për të gjetur nënën e tij. Ai ishte kthyer për të zbuluar të vërtetën që kishte mbetur e fshehur për 20 vite. Elena qëndroi për disa sekonda pa lëvizur. Fjale që sapo kishte thënë i dukeshin të pamundura edhe për veshët e saj. Unë mendoj se e di kush të mori. Adriani e shikonte pa marrë frymë. Ma thuaj emrin. Elena uli sy. Para se të humbnim, kishte një burr që vinte shpesh pranë shtëpisë. Si quhej? Nuk ja dija emrin, por e mbaj mend fytyrën. Adriani nxori telefonin. Hapi një fotografi. Ky. Elena e pa. Zemra ju ndal për një çast. Po. Adriani u afrua. Je e sigurt? Po. Ky ishte. Si e njeh? E pash disa herë. Një ditë para se të zhdukeshe, e pash duke folur me një burr tjetër pranë makinës së tij. Çfarë po thoshin? Nuk dëgjova shumë, por mbaj mend një fjali. Adriani priti. Ai tha, fëmia duhet të largohet para se të jetë tepër vonë. Adriani u zbe. Je e sigurt? Po, por në atë kohë nuk e kuptova për çfarë po flisnin. Ai u ul ngadalë. Për 20 vite kishte jetuar me pyetjen se çfarë i kishte ndodhur. Tani, për herë të parë, kishte një copës të së vërtetës. Por ajo copës sillte edhe më shumë pyetje. Kush ishte burri tjetër? Elena mendoi gjatë. Besoj se e kam parë edhe atë. Ku? Në një fotografi të vjetër. Ajo u drejtua drejt një dollapi. Hapi sirtarin e poshtëm dhe nxori një kuti. Brenda kishte dokumente, fotografi dhe letra të vjetra. Adriani e ndihmoi. Pas disa minutash, Elena nxori një fotografi familjare. Në të ishte ajo, Adriani i vogël dhe një burr që Adriani nuk e njihte. Ky është babai yt. Adriani ngriti kokën. Babai im. Elena heshti. Ti më ke thënë gjithmonë se babai kishte vdekur. Sepse kështu besoja. Çfarë do të thotë kjo? Elena uli sy. Babai yt nuk vdiq kur ishe i vogël. Adriani mbeti pa fjalë. Çfarë? U largua. Pse? Nuk e di. Ti e di. Jo, Adrian. Po e shoh në sytë e tu. Elena filloi të qante. Ka gjëra që nuk ti kam treguar sepse ishe fëmijë. Dhe tani jam rritur. Po. Atëherë më trego. Elena ul. Babai yt kishte borxhe. Sa? Shumë. Dhe ai kishte probleme me njerëz të rrezikshëm. Adriani shikoi fotografinë. Çfarë lidhje ka kjo me zhdukjen time? Elena nuk u përgjigj. Adriani e kuptoi. Babai im. Ajo pohoi me kokë. 2 javë para se të zhdukeshe, ai më telefonoi. Çfarë të tha? Më tha të largohesha nga qyteti. Pse? Nuk më dha shpjegim. Dhe ti nuk ike. Jo. Pastaj. Disa ditë më vonë, ai u zhduk. Adriani u ngrit. Pra babai im u zhduk para meje. Po. Dhe ti nuk më the kur. Doja të mbroja. Por kush më mori? Elena nuk kishte përgjigje. Adriani u kthye drejt dritares. Për 20 vite kishte menduar se ishte thjesht një fëmijë i humbur. Tani po kuptonte se zhdukja e tij mund të kishte qenë pjesë e një historie shumë më të madhe. Si u bëre milioner, pyeti Elena. Adriani heshti. Sepse më pyete. Ai u kthye. Pas zhdukjes, më gjeti një burr. Cili? Quhej Viktor. Elena u zbe. Viktor. Po. Ai ishte biznesmen. Çfarë të bëri? Në fillim nuk e kuptoja asgjë. Isha i friksuar. Nuk dija ku isha. Më tha se prindërit e mi nuk do të vinin më. Elena mbuloi gojën. Por ai nuk më trajtoi keq, vazhdoi Adriani. Më çoi në një shtëpi të madhe. Më dha ushqim.
Më çoi në shkollë. Pse? Sepse nuk kishte fëmijë. Elena e dëgjonte në heshtje. Me kalimin e viteve, ai u bë si baba për mua. Dhe nuk të tha kur kush ishe. Jo. Kur e mësove? Adriani uli kokën. Kur mbusha 20 vjeç. Elena u afrua. Si? Gjeta një kuti në zyrën e tij. Çfarë kishte brenda? Një fotografi. Timën? Po. Adriani nxori telefonin. Në ekran shfaqej një fotografi e vjetër. Elena e njohu. Ishte fotografia që ajo kishte humbur pas zhdukjes së djalit. Si e kishte ai këtë? Nuk e di. Çfarë bëre? E pyeta. Dhe fillimisht e mohoi. Pastaj më tha të vërtetën. Elena mezi merrte frym. Çfarë të tha? Adriani u ul. Më tha se nuk më kishte marrë për të më dëmtuar. Po pse? Sepse dikush donte të më vriste. Elena u ngrir. Çfarë? Babai im kishte një konflikt me një grup njerëzish. Ata besonin se ai kishte fshehur diçka shumë të rëndësishme. Çfarë? Parat. Sa para? Miliona. Elena nuk po e besonte. Dhe ku ishin? Nuk e di. Po Viktori e dinte. Prandaj të mori. Po. Për të mbrojtur. Po. Elena ul. Për herë të parë filloi të kuptonte pse djali i saj nuk ishte kthyer. Por kishte një gjë që nuk i përshtatej. Pse nuk më kërkove? Adriani mbylli sy. Sepse Viktor më bindi se ti kishe vdekur. Elena shpërtheu në lot. Ti mendove se isha e vdekur. Po. Për 20 vite. Po. Dhe kur e mësove se isha gjallë? 2 vite më parë. Elena e pa me mosbesim. 2 vite. Po. Atëherë pse prite kaq gjatë? Adriani heshti. Sepse përgjigja ishte shumë më e rëndë. Sepse Viktor vdiq. Elena u ngrit. Kur? Para 2 vitesh. Dhe çfarë ndodhi me pasurinë? Ma la mua. Gjithë pasurinë. Po. Por pse? Adriani nxori një zarf. Sepse kishte lënë një letër. Ja dha. Elena e hapi me duar që i dridheshin. Letra ishte e shkurtër, por një fjali e saj e bëri të zbehej. Adrian, nëse po e lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më gjallë. Tani ke të drejtë të dish se kush e urdhëroi zhdukjen tënde. Elena ngriti kokën. Vazhdon. Adriani pohoi. Aty është edhe emri. Cili emër? Adriani e pa drejt në sy. Emri i personit që pagoi për të më zhdukur. Elena nuk foli. Dhe është dikush që ti e njeh. Ajo ul ngadalë. Jo. Po. Kush? Adriani e hapi letrën. Por para se të lexonte emrin, dëgjuan një zhurmë jashtë. Një makinë ishte ndalur përpara shtëpisë. Adriani u ngrit menjëherë. Prit këtu. Ai ju afrua dritares. Një burr doli nga makina. Elena e pa dhe filloi të dridhej. Adrian. Çfarë? Është ai. Cili? Burri që pash atëherë. Adriani e shikoi. Burri po ecte drejt derës. Pastaj ndaloi. Nxori telefonin. Dhe telefonoi dik. Adriani pa ekranin e telefonit të tij. Një mesazh kishte ardhur në të njëjtin moment. Mos i beso askujt në atë shtëpi. Adriani ngriti syt. Burri jashtë trokiti. 3 herë. Thot. Elena u kap pas krahut të djalit. Mos e hap derën. Por Adriani tashmë kishte kuptuar diçka. Burri jashtë nuk kishte ardhur për të folur. Ai kishte ardhur sepse e kishte kuptuar se Adriani ishte kthyer. Dhe mbi të gjitha, ai e dinte sekretin që kishte mbajtur të fshehur për 20 vite. Adriani qëndroi përballë derës, ndërsa Elena i mbante krahun fort. Mos e hap, përsëriti ajo. Trokitja u dëgjua përsëri. Thot. Adriani mori frym thellë. Duhet të përballemi me të. Jo, nuk e di çfarë kërkon. Pikërisht për këtë duhet ta zbulojmë. Ai u afrua te dera dhe pa përmes një hapje të vogël. Burri qëndronte jashtë. I njëjti burr që Elena kishte parë 20 vite më parë, por tani ishte shumë më i moshuar. Flokët i kishte të thinjura dhe fytyrën të rrudur. Megjithatë syt ishin të njëjtët. Adriani e hapi derën vetëm pak. Çfarë kërkon? Burri e pa drejt në sy. Dua të flas me ty. Për çfarë? Për të kaluarën. Adriani heshti. Ti e di kush jam. Po.
Si? Sepse të kam kërkuar për shumë vite. Elena u shfaq pas Adrianit. Burri e pa. Për një moment fytyra e tij ndryshoi. Zonja Elena. Ajo u drodh. Ti. Ka kaluar shumë kohë. Ti e di çfarë ndodhi djalit tim? Burri uli kokën. Po. Adriani hapi derën. Hyr. Burri hyri ngadalë. Ai shikoi përreth. Shtëpia dukej sikur kishte mbetur në të njëjtën kohë. Pastaj pa fotografinë e Adrianit të vogël. E ke ruajtur? Elena u përgjigj me zë të ulët. Çdo ditë. Burri u ul. Emri im është Ilir. Adriani qëndroi në këmbë. Dhe çfarë lidhje e ke me mua? Iliri mori frymthell. Unë isha aty atë ditë. Elena u afrua. Çfarë do të thuash? Ditën që Adriani u zhduk. Dhoma u mbush me heshtje. Ti e more, pyeti Adriani. Jo. Por e di kush e mori. Iliri uli syt. Po. Fol. Babai yt. Elena mbeti pa fjalë. Çfarë? Babai yt e organizoi largimin tënd. Adriani u tërhoq një hap. Jo. Po. Pse do ta bënte këtë? Sepse njerëzit që po e kërkonin kishin zbuluar se ti ishe pika e tij më e dobët. Iliri vazhdoi. Babai yt kishte fshehur një shumë të madhe parash. Ai e dinte se do ta vrisnin nëse nuk tregonte ku ishin. Por para se të largohej, më kërkoi të çoja në një vend të sigurt. Dhe ti? Unë punoja për të. Pse nuk më ktheve? Iliri uli kokën. Sepse nuk mundesha. Pse? Sepse pas disa ditësh, babai yt u zhduk. Elena e pa me lot në sy. Çfarë ndodhi me të? Iliri heshti. Fol. U vra. Elena mbuloi fytyrën. Adriani nuk lëvizi. Gjithë jetën kishte menduar se babai i tij thjesht ishte larguar. Tani po dëgjonte se ai ishte vrar. Po parat, pyeti ai. Iliri e pa. Janë ende diku. Ku? Nuk e di. Ti gënjen. Jo. Adriani nxori letrën e Viktorit. Viktori më la një letër. Iliri u zbe. Çfarë shkruan? Shkruan se dikush e urdhëroi zhdukjen time. Iliri mbylli syt. E di kush ishte? Adriani e pa drejt. Po. Lexoje. Adriani hapi letrën. Në fund ishte një emër. Ai e lexoi me zë të ulët. Robert. Elena u ngrit menjëherë. Robert. Iliri pohoi. Roberti ishte partneri i babait tënd. Por ai kishte vdekur. Jo. Adriani e pa me habi. Çfarë? Roberti nuk vdiq. Por unë kam dokumente. Dokumentet ishin të falsifikuara. Elena ul. Ku është tani? Iliri nuk foli. Adriani u afrua. Ku është? Ka qenë duke të kërkuar. Përse? Sepse mendon se ti e di ku janë parat. Adriani heshti. Unë nuk e di. Por ai mendon se po. Ku është? Iliri nxori një cop letër. Në të ishte një adres. Është një magazin e vjetër në periferi. Adriani e mori. Do të shkoj. Jo. Pse? Sepse ai nuk është vetëm. Adriani e pa. Sa njerëz ka? Shumë. Elena ndërhyri. Adrian, mos shko. Ai u kthye. Nën, kam humbur 20 vite. Dhe nuk dua të humbas edhe ty. Adriani e përqafoi. Do të kthehem. Por para se të largohej, Iliri tha. Ka edhe diçka tjetër. Adriani u kthye. Çfarë? Viktori nuk të tha të gjithë të vërtetën. Çfarë fshihet? Parat nuk ishin të babait tënd. Adriani u ngrir. Si? Babai yt kishte zbuluar një skemë të madhe mashtrimi. Parat ishin prova. Prova për çfarë? Për njerëz shumë të fuqishëm. Elena e pa Ilirin. Pra, për këtë e morën djalin tim. Po. Dhe për këtë e mbajtën të fshehur. Po. Adriani shikoi nga dritarja. Tani gjithçka kishte kuptim. Viktori nuk e kishte mbajtur vetëm për ta mbrojtur. Ai e kishte përdorur si çelës për të zbuluar sekretin. Ku janë parat? Pyeti Adriani. Iliri u përgjigj. Besoj se babai yt i la një shenjë. Ku? Te vendi ku kaluat verën e fundit bashk. Adriani mendoi. Pastaj syt ju zgjeruan. Liçeni. Iliri pohoi. Po. Adriani mori çelsat e makinës. Elena e kapi. Mos shko vetëm. Do të shkoj me Ilirin. Iliri u ngrit. Unë do të vi.
Ata dolën nga shtëpia, por askush nuk e vuri re makinën e zezë që qëndronte disa metra larg. Brenda saj ishte një burr. Ai po i shikonte. Nxori telefonin. U kthye, tha. Në anën tjetër të telefonit erdhi një përgjigje. Je i sigurt? Po. Dhe nëna? Është me të. Një heshtje e shkurtër. Pastaj zëri tha. Atëherë filloni planin. Makina u largua. Ndërkohë, Adriani dhe Iliri mbërritën te liçeni. Ishte vendi ku Adriani kishte kaluar verën e fundit me babain. Ai zbriti nga makina. Gjithçka dukej më e vogël tani. Ku, pyeti Iliri. Adriani tregoi një pemë të vjetër. Babai më sillte këtu. U afrua. Në trungun e pemës kishte një shenjë. 3 vija të gdhendura. Adriani preku drurin. Papritur kujtoi diçka. Babai i tij i kishte thënë dikur. Kur të rritesh, nëse ndonjëherë humbet, kërko aty ku kemi lënë kujtimin ton. Adriani filloi të kërkonte. Pas disa minutash gjeti një kuti metalike të fshehur nën tokë. E hapi. Brenda kishte një qelës, një fotografi dhe një letër. Ai e hapi. Biri im, nëse po e lexon këtë, do të thotë se gjithçka ka shkuar keq. Adriani ndaloi. Mos i beso askujt. Ai shikoi Ilirin. Pastaj vazhdoi leximin. Parat nuk janë qëllimi. Ato janë vetëm prova. Në fund të letrës ishte një adresë. Adriani e njohu menjëherë. Ishte adresa e kompanisë së Viktorit. Ai ngriti kokën. Pra, gjithçka ka qenë para syve të mi. Iliri e pa. Çfarë? Viktori nuk më mori vetëm për të më shpëtuar. Adriani kuptoi se për vite kishte jetuar në një gënjeshtër. Por ajo që nuk dinte ishte se dikush tjetër tashmë e kishte zbuluar kutin. Një zhurmë u dëgjua pas tyre. Adriani u kthye. 3 burra po afroheshin. Iliri përshpëriti. Duhet të ikim. Por ishte tepër vonë. Njëri prej tyre nxori një armë. Mos lëviz. Adriani e mbajti kutin fort. Burri i parë u afrua. Na jep qelsin. Adriani e pa. Për çfarë? Sepse ajo që ke në dorë nuk të përket. Dhe kujt i përket? Burri buzëqeshi. Personi që të ka kërkuar për 20 vite. Adriani kuptoi. Roberti. Por në atë moment telefoni i tij ra. Ishte Elena. Ai u përgjigj. Mami. Nga ana tjetër nuk dëgjohej asgjë. Vetëm frymëmarrje. Pastaj një zë i panjohur tha. Adrian. Ai u ngrir. Lëre kutin dhe kthehu në shtëpi. Ku është nëna ime? Një qeshur e ftohtë. Ke 2 orë. Telefonata u ndërpre. Adriani shikoi Ilirin. E kanë marrë. Iliri uli kokën. Duhet të bëjmë një zgjedhje. Adriani shtrëngoi kutin. Nuk ka zgjedhje. Ai u kthye drejt makinës. Do ta gjej nënën time. Por ai nuk e dinte se Elena kishte lënë pas një mesazh të fshehtë. Një mesazh që mund të zbulonte jo vetëm vendndodhjen e saj, por edhe identitetin e vërtetë të njeriut që kishte kontrolluar gjithçka për 20 vite. Dhe kur Adriani ta lexonte atë mesazh, do të kuptonte se armiku i tij nuk ishte Roberti. Ishte dikush shumë më pranë familjes së tij. Adriani u nis me shpejtësi drejt shtëpisë. Në kokë i jehonte vetëm një pyetje. Kush e kishte marrë nënën e tij? Pas 20 vite shkërkimi, ai më në fund e kishte gjetur familjen e tij. Por vetëm disa orë më vonë gjithçka po i merrej përsëri. Iliri qëndronte pranë tij. Mos u nxit, i tha. Është nëna ime. E di. Dhe unë nuk do ta humbas përsëri. Kur mbërritën pranë shtëpisë, dera ishte e hapur. Adriani zbriti nga makina dhe hyri me vrap. Mami. Asnjë përgjigje. Dhoma ishte bosh. Karrigia ishte përmbysur. Fotografia e tij kishte rënë në 2 sheme. Adriani e mori. Pastaj pa diçka poshtë saj. Një cop letër. E hapi. Ishte shkrimi i Elenës. Biri im, nëse po e lexon këtë, mos kërko Robertin. Kërko njeriun që të ka dashur më shumë se kushdo tjetër. Adriani mbeti pa fjalë. Iliri e lexoi. Viktori. Adriani ngriti kokën. Por Viktori ka vdekur. Iliri nuk foli. Pastaj Adriani kujtoi diçka. Letra e Viktorit. Fjalët që kishte lexuar vite më parë. Mos i beso askujt. Ai e nxori letrën. Në fund, përtej shkrimit të dukshëm, kishte një numër. Adriani e kuptoi. Ky nuk është numër. Çfarë është? Është një kod.
Ata e provuan kodin në një kasafort të vogël që Viktori I kishte lënë. Kasaforta u hap. Brenda kishte një dosje. Në faqen e parë ishte fotografia e një djali 10 vjeçar, Adriani. Në faqen e dytë ishte fotografia e Elenës. Në të tretën ishte fotografia e babait të tij, por pas tyre ishte edhe një fotografi tjetër. Një grua. Adriani e pa. Prit. Iliri u afrua. Kush është? Adriani u zbe. E njoh. Si? Është gruaja që më rriti. Iliri mbeti pa fjalë. Adriani vazhdoi të lexonte dokumentet. Aty ishte e vërteta. Viktori nuk kishte qenë rrëmbyesi. Ai kishte qenë personi që kishte shpëtuar Adrianin, por gruaja që e kishte dërguar te Viktori ishte dikush tjetër, dikush që kishte qenë pranë familjes së tij. Tezja e Adrianit. Ajo kishte bashkëpunuar me njerëzit që kërkonin paratë. Por pse? Sepse babai I Adrianit kishte zbuluar se ajo kishte vjedhur miliona nga kompania. Ai kishte vendosur ta denonconte. Ajo nga frika se do të përfundonte në burg, kishte organizuar gjithçka. Por Viktori e kishte zbuluar planin. Dhe në vend që ta dorëzonte Adrianin, e kishte fshehur dhe e kishte rritur si djalin e tij. Adriani po qante. Pra, gjithë këto vite, Iliri pohoi. Viktori të ka mbrojtur. Dhe unë mendova se ai më kishte marrë. Jo. Adriani shtrëngoi dosjen. Po nëna ime. Në atë moment telefoni ra. Numër I panjohur. Adriani u përgjigj. Ku është nëna ime? Një zë I moshuar u dëgjua. Eja vetëm. Adriani e njohu. Ishte tezja e tij. Gruaja që e kishte shkatëruar jetën e tyre. Ku je? Ku filloi gjithçka? Adriani e kuptoi. Shtëpia e vjetër e familjes. Ai shkoi atje. Kur hyri, pa Elenën të ulur në një karrige. Ajo ishte e friksuar, por e padëmtuar. Biri im. Adriani vrapoi drejt saj. E përqafoi. Je mirë? Po. Pastaj ai u kthye. Tezja e tij qëndronte në fund të dhomës. Pse? Gruaja filloi të qante. Sepse kisha frikë. Ti më more nga nëna ime. Po. Ma more fëmijërinë. E di. Ma more 20 vite. E di. Pse? Ajo uli kokën. Sepse babai yt do të më denonconte. Adriani heshti. Dhe për parat. Parat nuk ishin për mua. Çfarë? Babai yt I kishte fshehur për të zbuluar korrupsionin e njerëzve me të cilët punonte. Ajo tregoi vendin ku ishte fshehur pjesa e fundit e dokumenteve. Adriani I mori. Tani kishte prova të mjaftueshme. Jo vetëm për të vërtetuar të kaluarën, por për të zbuluar të gjithë rrjetin që kishte shkatëruar familjen e tij. Pak kohë më vonë policia mbërriti. Tezja u arrestua. Roberti u gjet disa ditë më vonë. Dhe dokumente që Viktori kishte ruajtur për vite u bën prova kundër të gjithë personave të përfshirë. Por për Adrianin pasuria nuk kishte më rëndësi. Miliona që kishte trashëguar nuk mund t'i kthenin 20 vitet e humbura. Ai u kthye në shtëpinë e nënës së tij. Dhoma e fëmijërisë ishte ende aty. Lodrat, librat, fotografia, gjithçka. Elena hyri pas tij. Adriani mori fotografinë e vjetër. E ke ruajtur gjithë këto vite. Çdo ditë. Ai e përqafoi. Unë të premtova kur isha 10 vjeç se do të blija një shtëpi të madhe. Elena buzëqeshi me slotësh. Dhe tani e kthyer. Adriani qeshi. Por nuk dua të blej një shtëpi të madhe. Pse? Sepse dua të jetoj këtu me ty. Elena qau. Pas kaq shumë vitesh, shtëpia e vogël nuk ishte më bosh. Djali ishte kthyer, por historia e tyre nuk përfundoi aty. Adriani përdori një pjesë të pasurisë për të krijuar një fond për familje që kishin humbur fëmijët. Ai e quajti, mos e humb kurrë shpresën, sepse ai e dinte më mirë se kushdo se sa e gjatë mund të ishte një pritje. 20 vite, 7300 ditë, mijëra net pa gjumë, por Elena nuk kishte hequr dorë kurrë. Dhe pikërisht për këtë një mbrëmje ndërsa po shikonin së bashku fotografitë e vjetra, Adriani I tha, e di çfarë më shpëtoi? Elena e pa. Çfarë? Ti. Ajo buzëqeshi. Unë nuk bëra asgjë. Bëre gjithçka. Çfarë? Ti më prite. Elena e përqafoi. Dhe për herë të parë pas 20 vitesh, ajo nuk kishte më nevojë të shikonte fotografinë e djalit të saj për të ndier praninë e tij, sepse ai ishte aty.
Përballë saj, i gjallë, dhe milioneri që kishte trokitur në derën e saj nuk ishte thjesht një i huaj i pasur. Ishte djali që ajo kishte pritur gjithë jetën. Ndonjëherë, jeta të detyron të presësh shumë gjatë, por një nën që nuk humbet kur shpresën mund të gjejë edhe atë që bota e ka quajtur të humbur përgjithmonë. Sepse disa histori nuk mbarojnë kur dikush zhduket. Ato mbarojnë vetëm kur humbet shpresa.